me Ramadan Rekën dhe i tham Ramadanit mirë se erdhe përsëri nderuar. Përshëndetje Onere, mirë se të gjeta. Mirë se erdhe, pra son duke sikur nishe tani thash shka u bo. Jo, po qëta ju hap lidhja, se vetë që ngrekja atje nuk asje, qëta ju hap lidhja dhe qëta jemi në kontakt, kështu ne, po, une edhe njerë djeshta ti përshëndes krejt edhe më dhëk milja pat një farë ditëlindje. Po ditëlindjen e nëse djalit dhe inshallah është e lumtur gjithmonë. Kështu me që vetëm i uroj gjithmonë shëndet, lumturi, mbarësi edhe trashëgim nësës djalit, inshallah Zoti gjithmonë i gëzon në atë familje me gjithat mirat e kësaj bote. Se nuk ka gjë më mirë më lumturi kur për shembull kemi festa për shembull pa marr parasysh se atë nësës djalit ta çikës apo djalit, domethënë këto këtë janë gëzime familjare. Po. Sidomos ditëlindja është një festë shumë e gëzuar që me morë me llafe plesht është një festë që shkën vitet, po është një festë ditëlindja. Po ditëlindja gjithmonë janë të mira dhe janë të mirë se ardhën, apo ne thojmë kush sonte ka gëzim. Kush sonte ka gëzim. I nga gëzimi fluturon. Motra jon që shumë e dojmë dhe në radio e respektojmë. Mile përsëri. Urime ditëlindjen e rejës ti. Inshallah Zoti të gëzon. Vetëm festa e ditëlindje ti gëzon. Atëherë ndalësh të mendue se gjithë mile janë të respektue, po vinë urime një nga një, pa u nda në këtë radi. Krejt o i mile sonte janë për ty. Zoti i madh ka begatue, me djalin tënë që të ka gëzue, si dhurat të ka prunë, dhurata e dytë mas ti ka shku. Ajo dhurat që ka ardhur përsëri është reja jote që të ndriçon këtë shtëpi. Në lidhje direkt me Ramadan Rekën dhe i tham Ramadanit mirë se erdhe përsëri nderuar. Përshëndetje Onere, mirë se të gjeta. Mirë se erdhe.